I kam harxhu thanë bigjellës ta 3.000 euro. Po, ishte djalë i ri, dikon 30 vjet I kishte, tha I kam harxhu në bigjellës domethënë 3.000 euro. Të lutem shumë tha, më duan tha deri në filan kohë, më ka lënë tha fat gruaja, ndryshe më divorcon. A ki mendu ndonjëherë konvertimin? Një depresion shumë të rëndë. Po. Edhe Vlera as kërkush nuk e din, hera parë që po e deklaroj, edhe po e tham, as kërkush nuk e din çfarë depresioni kam kalu. Madje as e ka ditë as burri te shtëpia. Është shumë kënaqësi për mu sot me qenë me kolegen Linda Mhillaj Fazleu, psikologe. Mirë se erdhe Linda. Faleminderit shumë për ftesën Vlera, kënaqësi dhe domethënë dhe respekt nga ana ime. Shumë faleminderit. Me thonë të drejtën, na paraprakisht kur diskutuam pim kafe bashkë, ajo energjia gjithmonë, energjia jote gjithmonë është energji që të mbush edhe të jep motiv. Domethënë nuk është e lodhshme se kanë herë kur rrin me njerëz, diçish ndihesh si që po konsumohesh, por realisht me ty gjithmonë është e njëjta energji, njëjti entuziazëm. Ka buron kjo Lind? A është aspekti profesional apo është? Nuk e di Vlera, faleminderit shumë, po ne edhe kemi studiu bashkë edhe timnje prej kohësh, po nuk e di ndoshta edhe lidhet kjo edhe me profesionin, por nganjëherë edhe është e lindur. Mu shumë shpesh gjithmonë ke qenë kështu. Njëjtë, mu shumë shpesh më thonë dhe familjarë që më njohin që në vogjeli, që ti ke qenë I farë psikologe me vetën tonë. Kështu që I kam idenë që kjo që më herët buron kjo pjesë. Lind, prej Shqipërisë në Kosovë që shumë vite, nuk po di sakt. Dikun e 13-14. Okej, edhe është shumë kënaqësi për mu që 2 podcasta me radhë me I pas, domethënë 2 gra shumë zonja. Si ju dhe si zonja Vasilika që ishte në episodin e javës kaluar, që do thot kanë marrat, e kanë lënë vendin e vet komplet, përveç familjes që lihet zakonisht prej anës vajzës edhe janë transferuar me jetu në Kosovë. Çka të ka shty konkretisht? E di që e keni histori shumë të bukur, të këndshme, të mirë sa I përket kësaj pjesës. E vërtet. Historia me Kosovën e Vlerë mund ka lidhe që në familji. Ishte koha e luftës. Kur kalonin ato avionat mbi Shqipërinë domethënë, edhe mu më kujtohet ka qenë koha e Marsit, më kujtohet unë kam jetuar në fshat me familjen, edhe kemi qenë me babën tu mbyll çip. Po unë kam qenë shumë e re, kam qenë adoleshente, po veç e di që kam qenë ta shoqëru babën. Edhe e kam pyet, kam thënë bab, pse këto avionat ushtarak po kalojnë, ku po shkojnë? Kur s'kam e harru, si sot e kujtoj, edhe baba më ka thënë po shkojnë sepse Kosova është në luftë. Domethënë vëllezërit tonë për te kufirit janë në luftë. Edhe I po ta thanë, po pse ato janë luftë edhe na nuk jena në luftë, se mbani përshtypje. Edhe tha, po ato I ka kap, janë shumë larg neve, I ka kap pjesa luftës, po na veç jena të ndau me kufin, pa thanë baba, por jo me zemër me shpirt na jena ne edhe na të pandashëm. Edhe jam rrit me qatë idenë që Kosova është pjesë e jona, është pjesë e imja. Edhe e falenderoj shumë Zotin që I kam pas 2 prindër. Domethënë kur janë dhe të shkolluar te Vlerë kanë informacionin hala ma shumë, por kanë qenë dhe kanë pas një dashuri shumë të madhe për Kosovën. Gjithmonë na kanë ushqyer me atë dashurinë që janë vëllezërit tonë, janë motrat tona, edhe duhet me I dashur edhe mos me çdo që të shkoj puna, lufta ose jeta, ato janë pjesë e gjakut tonë. Edhe që kjo më ka shtyr shumë, edhe ndër vite ka qenë motiv. Ka qenë motiv shumë I madh. Ndër vite ajo veç meti pastaj në mendjen time që Ondra kam pas me qanë, me jetu në Kosovë. Po fati, jeta, pastaj unë njoha me burrin në Tiranë, edhe pastaj ja ku jam sot. Okej. Edhe çka të ka, domethënë çka të ka bu me të tërheq, okej, Kosova si Kosovë ka tërheq, domethënë aspekti historik, kombëtar, familja, edukimi, qysh ata e kanë ofruar, domethënë që ti me pas në zemër atë në qenien tënde. Atë dashurin për Kosovën, po te pjesa bashkëshortit mandej. Domethënë, a janë burrat kosovarë ose konkretisht tash nuk po du mu fokusu pikërisht. Mirë, po në përgjithësi, domethënë kosovarë që ashtu qysh ti ke mendu? Absolutisht po. Bile nganjëherë tham janë më dashur se në Shqipëri. Okej. Se neve në Shqipëri po ne juve gjithmonë ju kemi dasht. Domethënë kështu ekskluzivisht shumë. Edhe pranoj shumë hapur, unë kam thënë dhe media tjera, unë pranoj shumë hapur, kosovarët janë më të dashur për shqiptarët. Po kjo vetë ideja se na nuk e kena përjetu luftën,
Edhe ju jeni shumë më dashur, më empatik. Edhe unë çta e tham me vete që për ky na kufizon neve, se na se kena përjetuar një luftë ndër vite si puna juve. Po unë kam pas fatin që unë njoha me burrin në Tiranë, se në Tiranë i pa tani studimet psikologji. Po. Edhe burri im ka punuar në Tiranë, burrin e kam profesor, domethënë profesion sociolog. Edhe plus që ka pas biznesin e vet në Sarandë edhe atje i na njoh. Po e ka qenë një farë, s'mund ta mos marr veshje, po ai ka pas qef me jetu atje, unë tonë kohën kam insistuar me arë me jetu këtu. Sa interesant. Po, marrë me jetu në Kosovë, sepse kishte met ajo dashuria vlerë, dashuria shumë e madhe kishte met për Kosovën që kur isha në familji. Edhe kam ushty vetën tonë kohën që unë kam ja dalë, unë kam jetu në Kosovë, unë kam e shku atje. Por ai ke po ai ligji i tërheqjes i thonë, unë besoj pak në univers, që ti nëse mendon pozitiv, që ajo gjë ka më ndodh. Edhe unë tonë jetën kam ushty veten që unë kam jetu në Kosovë. Kjo pjesa e ligjit të tërheqjes edhe me që tha, edhe në aspektin fetar islam linda qëndron për shkak se Zoti thot keni mendim të mirë për Allahun. Do të thonë është ideja që nëse kemi mendim të mirë për Zotin, ai automatikisht ka më ndodha, absolutisht. Unë e kam vërtetuar te jeta ime. Për shembull, nëse i kam thënë veti që kur kam qenë fëmijëri, unë kam adhuruar shumë mjekësinë vlerë. Dhe e kam pasur dëshirën e madhe ose doktoresh ose infermiere. Ama nuk mujta me arrit, që shtu ishin sfidat e jetës në Shqipëri. Nuk mujta me arrit, po prap më kam pas me mendje që du me pas një profesion ku jam afër njerëzve me ndihmu. Po tani unë tham nganjëherë që me disa aftësina lindim, për shembull, unë tani e shikoj për veti, tash në profesionin e psikologut. Tash unë e di, unë kam pasur ushqy vetëm në dashuri, me mirësi, me qetësi, që në fëmijëri, dhe unë i tham vetit që ndoshta Zoti më ka përgatitur që atëherë që unë të jem këtë profesion sot. Linda, je bën një figurë në Kosovë. Ndoshta është kjo energjia jote, që dashnia jote për Kosovën që i ka bërë të tjerët me ndje edhe përmes ekranit, do me thonë që atë dashnin tonë të madhe për këtë vend, apo çka është ajo qelsi i kësaj që do me thonë ftohë shumë, je shumë, do me thonë, e dukshme? Faleminderit shumë Vlera për pyetjen. Është shumë e vërtetë, unë gati që 3 vite po i baj, jam shumë aktive në media të Kosovës. Po edhe çfarë është më e rëndësi Vlera, unë 80% të komenteve, jo se fiksohem të komentet, nuk fiksohem, po ama 80% të komenteve unë i marr shumë pozitive. Edhe kjo është një falënderim prej Zotit, por ka të bëjë edhe sjellja që unë e baj. Por gjithmonë jam mundu Vlerë që të jem sa më reale në media dhe të jem origjinale kjo që jam, s'kam pse më ndryshuar pse dal ndoshta në media, sepse unë kam pa Vlerë në media, kur kam qanë për shembull në një panel, kam pa dhe fytyra publike që ndryshe për shembull paraqiten, e ndryshe për shembull e kanë jetë reale mas kamerave. Ndoshta kjo e ka bën e shikuesin ose ndjekësit me më dashur, me më respektu për këta që janë, për shkak se jam mundu tonë kohën me tregu një dashuri për Kosovën, një dashuri për vendin, edhe me ofru sa më shumë ndihmë njerëzve kur ka mundësi dhe kur është nevoja. Edhe nuk e di, jam femër që flas pa komplekse. Ç'kjo po besoj që është shumë mirë. Po ç'kjo po besoj që është edhe Chelsea. Ndoshta. Se kanjëherë kur tentoj mu shfaq ata që nuk jemi realisht, gjithmonë njerëz të ndjejnë, automatikisht kanë me ndje. Bravo. Po unë si tip e kam që ndoshta më shumë i lavdroj të tjerë se e lavdroj veten. Po unë e di ato që unë kam vete. Por ma mira kam lanë që tjertë ma bëjnë ndukje. Ama këtë pjesë e kam po dhe e kam vërtetu Vlerë se shumë kam respekt, dhe më thënë, kam një respekt shumë të madhë për audiencës. Sepse ti ke po dhe vete, videot e mija në rrjetet sociale shkojnë shumë virale. Jo për me dashtë më mburë, po e kam po se diçka pozitive që ndronë që aty që ato vinë edhe ndjekin edhe mbështesin. Lind e përmende bamirësin, edhe dhe më thonë, unë e tash para bamirësisë nashta që ndërlidhet, se zakonisht njerëzit kur bojnë bamirësi janë kryesisht njerëz që kanë besim, janë persona fetar. Por realisht unë e di që ju jeni e krishterë, po? Okej. Edhe bamirësia ju i lidhet kryesisht me njerëz fetar musliman. Po, është shumë e vërtetë. Okej. Çka qysh, do më thonë qysh rjedh, qysh nisi?
Vlera që na në femiri ku unë jam rrit, prindërit e mi kanë pas biznes. Unë jam rrit një vajzë shumë e pasur. Nuk kam vujt fare, nuk kam vujt fare pjesën e ekonomisë, po ama jam rrit të pasur, por kena punu shumë vlerë. Nga ora 5 e mëngjesit e deri 11 natës na kena punu familjarisht. Edhe normal që ato zoti ka pas me ta shu që ato të ardhura pastaj. Ama prapë në këtë pjesë unë i falenderoj shumë, sidomos babën, se mama ka qenë pak më strikte, po baba ka qenë më tolerant pak. Se që kështu ishte jeta, se ato kanë pritu jetën e Enverit, kanë pritu pak më me sfida, pak më me trona. Po baba ka qenë pak më tolerant, edhe gjithmonë, domethënë, ke pjesa e bamirësisë nuk e ka pas kur asnjëri, po se kanë pas kur dorën e kufizuar. Domethënë gjithmonë Vlera kur ka ardhur koha e Krishtlindjeve, që është pa u mbyll viti i ri. Po. Na si familje gjithmonë njerëzit që kanë marrë me listë, borxhet që kanë marrë me listë të familja jona gjithmonë i kena bën 0-0. Që mos me hin vitri me borxhe. Domethënë që atëherë na kena animuar njerëz. Po nuk ka se kena bën shumë të ditur, shumë të madhe, se njerëzit aty gjaku familja na njohin, e din. Edhe që ajo më ka buru dhe më ka flet domethënë. Edukim ka qenë për ty. Edhe kjo tani më ka flet mendje, pasi kur erdha këtu në Kosovë, ka qenë fati shumë i mirë që burri jam e ka pas rrugën shumë të mirë. Se punon në institucion shtetëror, po e ka shkollën për çat pozitë, edhe ka pas rrugën shumë të mirë. Edhe tash në vitin Vlera në 2013-14, parja ka pas shumë vlerë në Kosovë. Edhe ti ke mujt për shembull me 50 euro, me shty ndoshta edhe 2 javë, me shty gjysmë mujt. Edhe unë atëherë për shembull unë kam pas njerëz koqëshe që kishin ardhur për Drenice, kishin ardhur për vendeve të tjera, që kishin ekonominë shumë të dobët. Edhe na me burrin çdo muaj, pa dash më burr, po është diçka reale. Domethënë këta e baj si motiv që ta kenë të tjerë me motivu, domethënë kur kanë mundësi, na me burrin çdo rrogë që kena marr, pa të betojmë çka dush, e ke burrin gjallë me vërtetu, na e kena marr ushqime, për shembull për koqëshit që ja kam ditë që kanë nevojë, edhe më para kam bler për ushqime për ato, se kena bler për vetin, për shtëpinë tonë. Domethënë që aty ka nis. Po ndërkohë pastaj me shoqni, nisa fakultetin e psikologjisë, edhe aty kam rënë në kontakt me donatorë, domethënë që tani unë punoj në bamirësi dhe ato i dhurojnë, domethënë parët. Po bamirësia që bajon i dhurojnë edhe ti i shpërndani, ki raste të identifikuara. E tani nga që ato e kanë ditë Vlera, unë kam 2 qendra, domethënë një të Kumanovës në Maqedoni, edhe një qendër tjetër në jashtë shtetit, domethënë në Zvicër. Edhe tani ato e kanë ditë, kanë marrë informacionet e mia krejt, e kanë ditë që unë jam e besueshme në kuptimin e edhe në profesionin e psikologjisë, edhe më kanë thënë Linda ana këtë parat po t'i dhurojmë. Po ti kemi qenë në vendin e duhur ku ti e din. A janë në raste specifike që duheni me i pas, domethënë, çysh Po, Vlera, na rastet tona janë pak më specifike, domethënë në qendrën tonë të bamirësisë ne i ndihmojmë veç fëmijët që kanë probleme me shëndetin mendor. Domethënë që janë fëmijë. Kusht është. Po, a di pse kena bën? Kena bën sepse nëse na muna me thënë që e kena bën mirësinë e lirë, mundën ton Kosova me pastaj me kontaktu ndoshta edhe një që nuk i ka ardhat shumë të mira. Edhe na e kena bën veç për fëmijët me autizëm, fëmijët që kanë ngecën zhvillim, fëmijët me aftësi të kufizuara që janë karroca. Pastaj ndër këto që teprojnë Vlerë, domethënë unë që jam këtu në Kosovë, se unë i menaxhoj këtu në Kosovë, ndihmojmë komunitetin ashkali egjiptian dhe rom, me ushqime, me rroba, me raste, mbar për raste. Domethënë kjo këto janë specifikat, kjo e lehtëson për ju një farë forme identifikimin edhe sigurinë që dikush ka nevojë, me të vërtetë. Po, dëgjoj Vlera, nëse më lejon me cek një rast, na e patëm bën si të përgjithshëm fillimet. Po, duke po njerëzit në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, duke po që unë merrem me bamirësi, për shembull vinin e kontaktonin njerëz që ndoshta lund të bigjaz ose pinte alkool, i harxhon të parët edhe knem kërkon të mua që ato parë për shembull m'ia kompensu, m'ia dhanë që mos më tregu të gruaja që kam harxhu parët në alkool. Veli një rast më i veçantë nëse më lejohet me cek. Njëri më kontaktoi për TikTokut. Psikologë kam nevojë shumë për ty, dhe unë mendova, me thënë drejtën që ka ndonjë problem shëndetësor me fëmin. Edhe ja dhash Facebookun, edhe më kontaktoj në Facebook, thash ku është problemi, tha të lutem shumë, tha kam dëgjuar tha që i tha merresh me bamirësi, thash po. Tha i kam harxhuar tha në bigjaz tha 3000 euro. Po, ishte djalë i ri, dikon 30 vjet i kishte, tha i kam harxhuar në bigjaz domethënë 3000 euro, të lutem shumë tha, më duan tha deri në filan kohë, më ka lënë tha fat gruaja, ndryshe më divorcon. A dhe thashë zotëri, thashën, a je në vete, të më thanë, a je vetëdijshëm se çka po kërkon? Tha po, tha çka ka lidhje, tha ti tha bamirësi tha dhe je detyruar me ndihmu njerëzit. I thashën po, unë thashë i ndihmoj njerëzit, po kjo që i ndihmoj unë, kjo është thashë të parë që ka mund të janë amanet për Zotit.
Këto janë pore të amanetit vlerë. Veç ata që mojnë Ramazan e kuptojnë dhe e dinë çfarë pore janë. Këto janë pore me vlerë. Këto janë, për mua janë diçka shumë e shenjtë, sepse ti të mojt një muaj Ramazan, edhe ti e ban sakrificë për mi dhuru që të pore në fund të Ramazanit. Çështu janë edhe ajo qendra ku në funksionoj. Mojnë tanë muaj Ramazan, në fund mi dërgojnë mu, mi dërgojnë vendet ku duhet. E thash të tri, thash më keq, ke ardhur në adresë gabume, por duhet me kuptu që unë të pare i kam për në filan, do të thënë, fëmija tregova në rastin. Okay. Po do të thënë që vinë edhe njerëz që s'kan lidhje fare me këtë pjesë, ama vjen për shfrytzu. Ama që atëherë që mbledh me stafin, edhe kena vendosur që këto paret e bamirësisë do të shkojnë veç për fëmijë me autizëm, edhe fëmijë që kanë çrregullime të shëndetit mendor. Edhe që familjet qëndrojnë jo mirë ekonomikisht. Po bravo. Do të thënë çana të pruajnë pjesa vlera do të thënë për fëmijëve këtyne, na automatikisht i shojmë të familjet që kanë nevojë, se për shembull unë kam ndihmuar dhe nana tani, kam ndihmuar nuk mundem të thënë veç të fëmijët, se kam ndihmuar dhe nana vetë ushqyese, se kemi plot edhe për Shqipëri nana vetë ushqyese që janë në Kosovë. Që kam mundu me ndihmuar, sidomos në drekat bajramit ja kam siguru, ose njerëz të rritur vlera që kanë depresion, kanë nevojë për ilaçe, ose jam mundu me ndihmu, sidomos vajzat, edhe djemt nuk diskutohet, po sidomos to vajzat e reja dhe djemt e ri që janë karroca, që kanë nevojë për pampersa, për letra të lagura. Por na e dim se si funksionon, domethënë. Edhe kjo më boni më shumë me çka pak më serioze në pamirësi që më i do pastaj më specifike këtë pjesë, sepse unë e pava që njerëzit dikon 80% e Kosovës vetëm kontaktoshin. Kam nevojë për çta, kam nevojë kur ka kontaktu njëna, kjo është mos vlerësim, kjo është çmenduri. Po. Kur më ka vlerësu njëna, më ka thënë, a mundesh me më dhani qener ose më kanë met perdët edhe më spritjes pa i rregullu. Domethënë nuk e din vlerën se pse janë këto pore, apo kupton. Por që më ka bë me dash këtë s'mund ta qi profesion se këta bëjnë vullnetar, unë bëjmë për dashurisë më të madhe që kam për këtë fëmijë, duke cekur që unë vetë kam djalin me pak me aftësi ndryshe dhe kjo më ka bë më shumë për me dash në fakt, se nuk ka se kam deklaruar shumë për mediat, po unë nga që kam djalin pak me ngecën zhvillim edhe kjo më ka bë edhe akoma 10 fish më tepër me dash këtë profesion, ndoshta nuk di si me cek. Okej. Linda, për djalin na diskutuam edhe më herët që edhe me qenë profesioniste e shëndetit mendor për fëmijët prapje nana. Absolutisht. Atë ndodh te pjesa e djalit ose familjes ndonjëherë me pas një defekt profesional dhe me përfshijat rolin profesional? Apo arrin me menaxhu? Dëgjoj Vlera, ma shumë neve si prindër, ma shumë sidomos ne që jemi psikolog, ma shumë neve po na vret opinioni se sa vetë na për vetën tonë. Se për shembull ka raste ndoshta ose familjar të burrit, s'mundem të thënë se familjarët e burrit e dinë rastin dhe po ka pas ndoshta edhe të largët që më kanë thënë, po ti je vetë psikolog dhe ti duhet me ditë çka kjo na ndodh shpesh pikërisht për këtë arsye thash. Po, edhe ose shoqëria ose ku diun njerëzit marr për shembull, kanë thënë po ti je vetë psikolog, ti duhet me menaxhu, pse po e çon ti psikolog djalin tan? Domethënë ka pas kritika nga më të mërshme, se për mua si naon ndoshta nganjëherë edhe të vrosin, sepse brendsi unë e di për djalin tim ose djali dikujt tjetër në çitëral. Po jam mundu me menaxhu mirë. Shoqërun djalin e kam trajtuar disa vite Vlera me psikolog, sepse na e tham, na si psikologës mundana me bë kur asnjëherë rolin as në të fëmijët e ton, po as në rrethin familjar, sepse asnjëherë nuk kanë me të marrë seriozisht. Edhe pse ndoshta kthehen të kërkojnë këshilla, por prap këshillat e tuaja nuk i marrin seriozisht. E kështu që te pjesa familjare jam tërheq, se jam mundu më përpara me ndihmu njerëzit, po të pjesa familjare jo, e kam parë që nuk funksionon, edhe jam tërheq. Po ma me djalin. Është problem. Është problem Vlera, se na si shqiptar mendojmë shumë shkurt, nuk mendojmë pak më gjatë, edhe gjykojmë shumë shpejt, pa e ditë realitetin. Edhe prandaj ka sfidat e veta, nuk ka se s'ka sfida. Unë na e diskutuam edhe në kafe, unë kam shpenzuar një shumë marrëmendse për djalin. Po faleminderit Zotit me sukses. Po fatmirësisht ka pas sukses, djali tani flet shumë mirë. Vazhdon shkollën si fëmijët e tjerë krejt, me çan këtu me ai nuk duket që ka ngecën zhvillim fare. Por Vlera tani shkenca ka avancuar, mjekësia, ilaçet. Po. Kena edhe psikolog shumë të mirë Vlera, do të më cek edhe këtë pjesë. Kosova ka shumë doktora të mirë. Unë kam pas fatin që çdo ditë kam kontakt me psikiatra ose doktora të QKK-s, për shkak profesionit tonë që i referojmë rastet atje, edhe
Do të me ceku, nuk e di, bile kanë herë më nervozon kjo kur thonë jo, po shkojnë në Shkup ose po shkojnë në Tiranë. Shumë. Por çfarë po shkon në Tiranë kur ka Kosova ka shumë doktora të mirë. Se unë vetë personalisht i njoh. Po. Edhe plus që njohim nëpër mediat ose nëpër punën që e kanë deklaruar dhe kanë gjatë përditshmërisë. Po, edhe psikolog ka shumë të mirë vlera Kosova. Edhe ti din shumë mirë, edhe unë i di shumë mirë. Nuk është puna këtu për me bëni një reklam, absolutisht ju. Po çfarë është e vërtetë pse më tregue? Po definitivisht shumë mirë që e ceke, se realisht asnjëherë në epizodat e podcastit nuk më duket edhe pse kom pas koleg psikolog, psikologe, po asnjëherë nuk është cek kjo që marrin njerëz të rrugë shpenzime ekstra për me shku diku për një shërbim që munden me gjetë këtu. Bravo, unë personalisht, mas je përmende këtë, unë personalisht për djalin tim as nuk kam shku bre, edhe pse më kanë kërku me shku në Tiranë. Okej. Absolutisht, as në Tiranë, as në Shkup, për shembull se Shkupin e thonë që është më e mirë atje, unë asnjëherë s'kam shku për djalin tim. Unë e di këtu ka neuropsikiatra, ka psikiatra, ka psikolog klinik shumë të mirë, pse me qunë djalin tim Tiranë kur çato kanë studiuar në Tiranë. Na çto kanë studiuar atje, të njëjtin mësime kanë sjellë këtu. Kështu që unë s'kam po të arsyeshme. Sinqerisht e flas. Ama realitetin duhet me tregu, sidomos kur e kena variantin për media, pse mos me tregu? Ka shumë ka profesionistë mirë Kosova. Edhe për këtë jam krenare se s'kam nevojë me i kalu kufit. Gjithsesi. Linda, kthehem për pak, po vazhdojmë me një blok marketingu. Linda, po kthehem prap, domethënë diskutum pikat ndryshme, po çka më bëni përshtypje, domethënë ke pjesa që përmende bigjozin, alkoolin, që ti po ishe si problematika. Domethënë bigjozin, e dim, edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin e funksionimit përditshëm, nëse nuk kemi njeri fetar, po e dim që është problem. Domethënë se është shpenzim, është domethënë diçka që prish familje shumë shpesh. Po te pjesa e alkoolit, më thonë, në fen krishterë alkooli është i lejuna, po? Po, Lera. Interesant. Qysh qëndron Linda me, dhe më thonë, me qëto bashkëpunime që i ka me njerëz fetar, a e ki mendu ndonjëherë konvertimin? Dëgjë, Vlera, unë për shembull, po e nis prej fillimit këtë pjesën e konvertimit. Po. Unë jam rrit në një familje, domethënë krishtere. Po. Edhe gjithmonë nuk kena pas kur kufizime për fen muslimane. Se unë në Shqipëri në aktualisht në Lezhë. Po, martesat kur s'kan qenë atje problem. Jo. Edhe ma e forta ka qenë se unë në Lezhë kam jetu Vlera me njerëz, edhe në Tiranë, ama në Lezhë kam jetu, kam punu me njerëz të fesë muslimane. Po në Lezhë, edhe në Shqipëri, nuk është sa është bërë shumë e ditur me folë për fetë, se nga që regjimi i Enverti ka pas ndalu me fetë, nuk dia e din. Po, edhe ka qenë ndalume, edhe për një farë kohë shumë vite Vlera ma vonë, kur nuk kena diskutu punë fesh. Për shembull, unë kam shku në kish, edhe ai kolegu im për shembull ka shku në xhami, po kur i na ul me tavolinë me nejt,
Kena fol për punë, për shoqëri, për familje, ama për fesë kena fol asnjëherë. Po, veç për pikat e përbashkëta. Bravo. Edhe tani nuk kam pas shumë, të jem shumë e sinqert, nuk kam pas shumë informacione për fenë muslimane. Ama kur kam marrë në Kosovë, si mos me dashton fenë muslimane vlerë. Unë e kam cek dhe kam e thonë ton jetën. Unë burrin musliman, fëmijët musliman, familjen e burrit krejt musliman, shoqërinë krejt muslimane. Si mos me dasht. Kjo është e pa imagjinueshme. Kjo është pjesë e jetës time. Edhe ajo që unë du më shumë, se po du me ta lidh ke konvertimi. Po. Ajo që unë du më shumë, që kam e vlerësu dhe vlerësoj, pavarësisht komenteve, se ka pas dhe komente negative që më kanë thënë, ti po pagush për Iranit, ose po pagush për servis. Këtu i njohim këto komente. Po, i kam pas edhe unë, edhe këto nuk i kam marrë seriozisht, unë asnjëherë as nuk i marrë seriozisht të lloj komenteve, por puna është që unë e kam dash sepse kur kam nisur në 2016, kur kam jetu këtu, si jam shpërngul, domethënë, unë kam ardhur më para, po në 2016 unë mas lindjes djalit unë përjetova një depresion shumë të rëndë. Po. Edhe vlera as kërkush nuk e din, hera parë që po e deklaroj, edhe po e tham, as kërkush nuk e din çfarë depresioni kam kalu. Modja se ka tita zburit e shtëpia. Se depresioni vlera, unë e dim që jena psikologe, depresioni nuk i prek ton njerëzit në një mënyrë, të ton njerëzit i prek në mënyra të ndryshme. Edhe unë për shembull, gjatë ditës kam funksionuar shumë mirë, kam punu, kam miell baqe, se unë e them me krenari që unë jetoj në shtëpi private dhe bëj baqe dhe bëj lule. Edhe darkët, kur vin të darka për mua ka qenë darka, domethënë masi u errte për mua ka qenë tmerr. Ndoshta as një njeri nuk e din pse unë e adhuroj fenë muslimane, ma shumë muin e shenjtë Ramazanit. Po. Sepse për mua ka qenë sfida më e madhe. Unë isha tu përballu, ndoshta kisha ide edhe për vetvrasje, për lëndim, për vetlëndim. Sepse depresioni kështu ndodh në disa raste, po unë kam pas depresion të rënd. Dhe hera por që po e tham, nuk e kam thënë asnjëherë në media. Edhe për më dalë tash për depresionit, ka qenë muj shenjtë i Ramazanit. Pse ta hupun këtë vlerë? Kjo është vlera më e madhe e jetës time. Sepse motra e burrit Mitrovic na thirri neve për iftar. Edhe çaty shqyr për Zotit, e falenderoj Zotin shumë që i kam 3 motrat e burrit shumë të mira, që më rrin shumë afër, më respektojnë, më duan shumë. Edhe aty kena qenë me motrat e burrit në tavolinë, edhe mënyra veç se unë e kam lëviz pikën, njëna prej atyne e ka kuptuar që unë jam në gjendje depresive. Edhe ka qenë koha më e vështirë, mund ta quaj shumë hapur. Ndoshta si nana dim kur lindën fëmijët është shumë vështirë, por kjo koha që kam përjetuar depresionin ka qenë koha më e errët të jetës time. Se për shembull thash, ditën kam funksionuar shumë mirë, ndarkët për mua ka qenë tmerr i jetës, domethënë ato mendimet, idetë, gjithmonë kam pas fobi thika të bukës, kishim frikë se mos e lëndoj djalin, se unë sa kishte lind djali, kishte djali 3 javë. Edhe kisha frikë mos e lëndoj djalin, mos e lëndoj veten. Do thënë këtan kohën kam pas ato mendimet. Edhe ta natën, ditën kam punu, natën kam nejt të qoh. Se çka ka mendon nesër. Edhe tani na u mbledhëm Mitrovic, motrat e burrit e kuptuan që unë kam një gjendje depresive, shumë të rëndë, edhe ato më udhëzuan, thonë lind, duhet me kërkundim edhe mu trajtu. Edhe unë që aty pastaj kam nis me trajtimin, jo se nuk e kam ditë vlerë. Se unë që atëherë kam pas nisë psikologjinë, unë e kam di se diçka kam, po kur dikush ta ban kështu të ditur, ti pastaj je veç e gatshme me ndryshu. Edhe aty pastaj unë kam nisë, kam kërkundim, jam trajtu, po shoqëru nuk kam pas nevojë shumë vlera, po kupton për këshillim, se unë kam qenë e vetëdijshme se çfarë po ndodh me mua, veç kam pas nevojë për dikan me më besu, me më kuptu. Edhe që aty ka qenë piknisja muaj i shenjtë i Ramazanit, që na jena bën këtë familja vlerë. Se ndoshta mos me pa qenë muaj i shenjtë i Ramazanit, ndoshta unë do kisha shku dhe ma keq me depresionin. Se du me fol pak më rapa edhe për stigmatizimin. Po. Duke mendu që unë ardhur për Shqipëri, na ata që dim, nuk duan me hub vlerat Kosovës, po stigmatizimi në Shqipëri shumë është çdo. Ka më shumë Kosovë prezent. Duke mendu që unë ardhur për Shqipëri, edhe këtu kanë më paragjykuar njerëzit nëse kërkojnë ndihmë. Se unë kam ditë që kam nevojë për psikolog. Por që stigmatizimi, bravo, që kjo stigmatizimi më ka nal që unë mos më kërkoj ndihmë. Edhe kam thënë hajtë se unë do kaloj vetëm depresionin. Po jo, depresioni nuk kalon vetëm. Edhe këtë ja bëj thirrje, domethënë edhe gjitha nanave që e përjetojnë pas lindjes, se dikon 80% nanave e përjetojnë me mjeksi.
Jo bëj thirrje që mos të vije turp, nuk është fare marrë turp. Mos me dëgju ç'a thot Vira, ç'a thot Peshiu, ç'a thot Kunati, ç'a thot Kunata, jo, duhet me kërku ndihmë, sepse na nuk kena mësu, nuk e kena në kulturë vlerë, ama shëndeti mendor është primare. Sikur shkon ti me mushur për zemrën, për veshkën, për mushkrin, e njëjta është edhe shëndeti mendor. Domethënë, nuk funksionon shëndeti fizik nëse nuk është shëndeti mendor në rregull. Të vi këtë pjesa e konvertimit, këtë pjesë nuk ka se e ka mendu Vlera, për shkak se unë kam pa veten si muslimane në Kosovë. Okej. E ku kupton? Okej, ti çështu ndjesh? Unë jam katolike. Po, unë jam katolike, se nuk dal për festë time se falenderoj shumë edhe prindrit. Okej. Është një ndjenjë. Po është një ndjenjë shumë e veçantë, as kërkush nuk e kupton. Okej. Edhe është një ndjenjë shumë e mirë. Edhe unë a di pse ndjej veten. Unë kam thënë edhe shoqërisë. Se ka edhe nga ata që vinë gjykojnë. Ju kam thënë edhe shoqërisë, ju nuk më kuptoni. Unë jam më muslimane se ju. Pse më kanë thënë? Po unë festoj Bajramin, unë festoj Ramazanin. Unë ton muajin e shejtë të Ramazanit unë thyrë e ktej mysafir të shtëpia. Okej. Po më kanë thënë, po jo, po ti po bën të madhe. Nuk po bëj të madhe. Unë biles shtash ishte Ramazani në mars. Unë kam thirrë për iftar edhe ishte kënaqësia më e madhe që i ftova dhe familjarët e mi, edhe familjarët e burrit krejt. I kena qenë diku 20 persona. Edhe domethënë thot baba jam i ka 70 vjet, kur një jetë thot natë më të mirë se atë natë s'kena kalu. A kanë qenë ndonjëherë prindërit e tu të ftuar diku për iftar? Ma herët në Shqipëri jo, ama veç të unë. Ama nuk e kanë ditë shumë si funksionon, veç që kam treguar. Fillan orë, fillan minuta, fillan iftari. Përvoja aty në e parë, domethënë paske. Po, ama për shembull për Ramazan, domethënë për Bajram gjithmonë vin ato. Çdo vit vin për Ramazan. Që kur jam marrë në Kosovë, ato vin çdo Bajram. Ama për iftar ka që hera parë si vjet. Edhe ju pëlqej? Ju pëlqej, kalum shumë mirë, se nuk e dinin se çka kena me përdor, çka kena me bën. Jo, veç u kam thënë, e ka një të veçantë që fillon 5:20 ose më varë sa ka qenë nata me nis. Ama edhe sot i kam met babës tim në kujtim e thotë kur nuk jam gëzuar shumë sa atë natë. Se u bëm të tan, as nuk përmeni kush fen katolike as muslimane. Çka shumë mirë kena kaluar atë natë, se ke i din. E prandaj nuk e kam shikuar mu konvertu. Kur jetës nuk i dihet. Njeriu ku të ndjet më mirë. Ana prapë nuk tham kurr, është fjala kur mos thuaj kurr. Çfarë? Po të kuptoj shumë mirë. Po jam shumë brendësi të festë muslimane. Apo kupton? Jam sepse unë i festoj, ndihmoj këtë njerëzit në festë muslimane, ndihmoj njerëzit në bamirësi. Nuk du me bë dasi për shembull të festë katolike. Po jo, në Kosovë musliman ka. Po shumica janë musliman. Në Shqipëri nuk e di përqindje, që jam veç e di që pjesa e fesë ka dhe katolik, po nuk është që jenë shumë të deklaruar si na duket. Jo, keni ma të theksu. A di pse keni ju Vlera? Ju keni sepse Ramazani këtu është publik, që fton njerëz, vin njerëz, mysafir, e na atje kreshmet kur i mojnë, kërkush nuk e din, ai ti moj të stimoj. Kreshmet janë 7 javë agjerim. Po na kena pak më të lehtë se ju. Na për shembull na kena të lejueshme me përdor ujin, bukën edhe disa gjëra shumë pak ushqime, po i kena të ndaluar me bulmet, me mish, me shumë gjëra. A është koha caktune kur? Po dhe ato si vetë kanë qenë një kohë, në një ditë kanë qenë me Ramazanin. Me një muaj kanë qenë me Ramazanin. Po. E kështu që prandaj në Shqipëri nuk janë deklaruar shumë, edhe ta thash edhe regjimi i Enverit që ka qenë shumë i tmerrshëm edhe nuk e kanë pas lejuar me fal lirshëm për fetë. Edhe kështu që njerëzit ndoshta arrin me bektashia, rrin me muslimana, ku diun kurse merr vesh çfarë feje ka. Apo kupton? E prandaj ka zona e Veriut, që un jam veriore, zona e Veriut gjithmonë ka pas katolik. Shumë pak ka pas musliman, ama për shembull pjesa e Tiranës anej ka shumë musliman. Po tani kanë nis pak me fol edhe ato malirshëm, ama kur nuk janë deklaruar asnjëherë, veç që kena ditë shumë si qytete, për shembull Shkodra kret musliman, na e dim. Edhe shumë qytete, ama thash. Po nuk u diskutu shumë. Jo, absolutisht. Pjesa e besimit. Në kafe ose në familjar, se tash nuk besoj që e ke dëgju, për shembull, unë kam dëgju nga familjarët e mi, për shembull kur kanë qenë Krishtlindjet, në kohën e Enverit, kërkush s'ka guxuar se i pat ndaluar Enveri festat fare, që me çan ton të njëjtë, mos me pas shit domethënë përplasjen fetare, i pat ndaluar këtë festat. Edhe njerëzit ta kanë festuar, domethënë në mënyrë private, shumë tinzash. Bile unë kujtoj më thonë prindërit e mi, më zëre kena siguru pak ushqim ose në peshk, ose për Krishtlindja është tradit peshku. Më zëre kena siguru një muaj më para me porosit, se s'ke pas mundësi edhe nuk ke mujt mu deklaru që janë të festu. Se në veri me një herë pastaj batë lëvizjet e veta. Kështu që tani është më e dukshme. Tani njerëzit flasin lirshëm, shumë mirë, është besimi i tyre.
Po, ata që deshta me lidh me veten, nuk e kam mendu në herë konvertimin, po jetës nuk i dit asnjëherë ç'a vjen. Okej, po me rëndësi që e du, jam vetësie, e du shumë. E du shumë. Unë ta thash arsyen, pse e du. më bëni shumë përshtypje Linda dhe ma herët që më tha para podcastit që tha e du fen muslimanin për shkak se bashkëpunimet që i kom pas me njerëzit e bamirësisë më kanë bo, domethënë me kuptu ma shumë qëllimin se ka njëherë, na gjithmonë deklarojmë dhe thojmë që s'duhet me gjyku fen bas njerëzve. Absolutisht. As në bas temen si vlerë, se unë muj me bo një gabim fatal, edhe nuk jem shembulli. E vërtet. Domethënë, ma i mirë, po unë gaboj si individ, po feja prap se prap, domethënë është gabimi jam i personal. Është vërtet. Merdh mirë që domethënë ke has në njerëz të mirë, po njëkohësisht edhe që e ke vlerësu këtë pjesë. Ke di, domethënë kanë qenë njerëz të cilët të kanë afru. Bravo. Vlera, qendrat ku i kam unë kam kontakte shumë me nuk më tham 100%, po dikun 70% Kosovës kam kontakte me hoxhat, hoxhallarë. Si për shembull ose ju kam dërguar raste, ose më kanë dërguar raste. Edhe plus na ka lidh kjo puna bamirësisë. Po çka ka qenë e mira që mua ka shty për m'ju besu dhe m'ju net offer, edhe me qenë korrekt me to, asnjëherë vlerë, ato e kanë ditë që unë jam katolike. Dhe asnjëherë vlerë nuk më kanë kushtëzu që ti po je katolik, po ti duhet më kthy muslimane për me bën bamirësinë. Mu më kanë lanë shumë lirshëm, më kanë thënë rrjedhshëm, sikur të rrjedhë ty, sikur ta dish ti në mendjen tone, si qysh me vepru. Domethënë kanë pas besimin e plot 100% te unë. Se nuk është shumë e lehtë vlerë që ti dërgoj shumë atë parave, dikon që nuk e ke pas, nuk e ke dëgju korra, po kupton. Por me ngadal, me shoqni, me kena netin ataku, por ato veprat e mia i kanë bërë me besu, sa ato e kanë ditë që unë veç në femiri, unë e kena praktiku këtë pjesën e bamirësisë. Edhe nuk ka qenë e vështirë, por mu që më ka bërë për me ndihmu ma shumë edhe me qenë sa ma offer fesë muslimane, ka qenë sepse mu hoxhat ma kanë letësu shumë këtë pjesë, e që ta du me thanë. Po, shumë ma kanë letësu shumë se nuk më kanë kushtëzu. Që ti je kështu, po ti detyrimisht ti duhet me dalë anën tjetër për me qanë në pjesën e bamirësisë. Ju, bile më kanë përgëzu që ty një katolike, po i dërgon paret të feja muslimane, të njerëzit. Bile se disa hoxhallar ose njerëz që i kanë dërgu, që janë pak ma, s'më thane ekstremista, po që janë kushtëzu me i dërgu të gratë me shamia. Unë e kam mojtë përëmtimin bile dhe me foto dhe me video, dhe më thanë, ja kam vërtetu që paret aty ne kanë shku të familjet, aty ku e gjenë vetën, dhe më thanë. Po. Linda, qa me ndojnë, dhe më thonë, familj prindërit e to? Ti thaj kom prindërit të fort, fizik, edhe të shkollu edhe të ngritur, po. Edhe në atë kohë mu shkollu ka qenë shumë ndryshe, shumë sfidë, dhe më thonë, shkollimi atë njëri shkollu në atëherë ka pas në ashta, dhe më thonë, vlerë shumë ma shumë se sot të shkolluarit që jemi sot. Çka mendojnë për këto, domethënë, lëvizjet e tua në kuptimin e besimit, a është e pranueshme për ata apo është pak sfiduese? Të them drejtën, Vera, hera parë si vjet që kam marrë Ramazan. Po, e ke marrë ti vetë Ramazanin? Po, unë kam marrë si vjet. Komplet. Komplet mua na kam marrë. E kam marrë vlerë për shkak se ishte shumë edhe dita shkurt, por deshta mi vu qëllim vetit, sfidë vetes, sepse isha tepër e ngarkuar psikikisht. Po. Edhe po tani bindje që kam me qëtësu edhe nga ona ushqimeve, por dhe nga ona e vetes, që di që s'kam me sone, kam shumë problem me nejtë pa kafe. Po interesant, moment që unë kam bërë qëllimisht e kam bërë me vetdia, njetin, automatikisht kur s'kam pi kafe tonë mujnë e Ramazanit. Dhe më thënë, sa kam pas problem këtë pjesë. Ama e kam bërë qëllimisht, kam thënë, du me sfidu vetën, du me provu. Po. Edhe e kam nisë me dashurinë më të madhe. Bile zburi po të më pak debat me burrin, jo debat, po në muhabet e sipër pa thënë a je normal. Mu shenjtë i Ramazanit don shumë përkushtim, don shumë një dashuri të veçantë, një përkushtim të veçantë. A je gatshme ti me nis Ramazanin. Se tha, nuk ban me nis 3 ditë pastaj me lan, veç nëse ke arsye shëndetësore. Edhe thash po jam shumë e gatshme, bile burri ishte në punë edhe unë doja për mja shty pak mendje. E i thash pri punës, se s'doja mja thënë kështu live direkt, se nuk i dje si do reagonte. E i thash, o burë të lutem, a munësh me mbli hurma? Thash se du me nisë Ramazanin. O, tha, je normal, tha, duhet shumë përkushtim Ramazanit. Thash, po, unë du me nisë. Tha, je gatshme po, më i tha një thes me hurma ta blej. Edhe kështu që e kam nisë, ama e kam pas pak siklet me ja tregu prindërve. Tim shumë e sinqert. Po, prindërit e kanë marrë vesh të pri medjave.
Okej. Sepse unë isha aktive në media, edhe njëna prej medjave veç më ftoi për intervistën e Ramazanit, se një shoqe e dinte që e moj Ramazanin. Po. E kam nis, edhe më ftoi, edhe na doli intervistë mrekullueshme, shkoi shumë virale. Po tamam kam folur veç me terma të thjeshta. Po. Edhe aty prindërve kam dërguar te grupi i familjes bisedën, edhe kur kam pata, wow, tha ty sa po na del me ndryshime të reja. E kanë prit shumë mirë, sa to e din tipin tem, se jam besimtare, e kanë prit shumë mirë, më kanë vlerësu, të betom çka dush, kur as nuk më kanë thënë pse, as tek, as qysh, veç më kanë thënë, a jeti vetëdijshme për ata që po merr, edhe po ban, i kam thënë po. Është jeta jote, ti vendos, ti bën çka dush. Domethënë e kanë prit shumë mirë e kanë prit. Edhe tjetra, pastaj unë ftova edhe familjen në iftar, edhe që me ndjell ata atmosferën, aty pastaj u bën hala më mirë. Sa interesant, shumë bukur. Linda, çysh ke për ty, domethënë burri tha që nuk është i vetmi, se te ne shumica thojnë duhet shumë për kushtim, duhet, po çysh e ndjeve ti Ramazanin? Agjerimin. Po agjerimin. Vlera, tash unë lidha pak më përpara me pjesën e depresionit që unë kam përjetu, edhe unë e quaj si një shenjë pozitiv për jetën time. Domethënë, jo sepse unë dola prej depresionit, po sepse mu ma ndryshoi jetën ajo situatë. Domethënë, kur unë veç u vetëdijsova për asaj faze, mu ma ndryshoi jetën, ma ndryshoi pikpamjen, mendimet e mia negative që unë i kisha për veten. Por gjithmonë kam thënë, një ditë do të bëhem shumë rregullta, nuk di si me ta thënë, edhe do ta mojtër, do të vendosem edhe do ta mojt Ramazanin me shiju çat ndjenjë. Për mua ka qenë ndjenja shumë mirë vlerë, ka qenë paqe me veten, qetësi, domethënë e kujtoj pa dash me zmadhu, po është realiteti që unë kam përjetu. Më kujtohet hera e parë, nota e parë dikun ka qenë natë ora 5:20, më duket ka nis nota e parë Ramazani, se moj me datën, edhe orën, edhe kur ka ra ajo këmbana si bjen këtopi. E zoni, e kam njeh nëpërmjet televizorit, edhe nuk e di pse u emocionova. Nuk doja për me pa burri as fëmijët, me thënë drejtën, po me vetvete unë emocionova dhe më mushën syt me latë. Nuk di, ka qenë ndjenja shumë e mirë. Nuk e di pse. Natyrë shumë ka ardhur që ashtu ju dini më mirë se unë, se ju e përjetoni çdo vit. Po ma mu më ka dhënë një qetësi shumë mirë vlerë. Po i pari gjithmonë është ndryshe, sidomos kur agjerohet, më thonë, jo, nuk je edukuar ose nuk e agjeron për fëmirisë. Jo. Edhe tjetra, ndoshta njerëzit nuk besojnë vlerë, unë e besoj shumë në Zot. Nuk e të proj, po besoj që ka diçka që na ekzistojmë, që na jemi kështu që jemi, të shëndosh e mirë edhe kështu që jemi. Edhe unë besoj shumë, edhe unë e lidh shumë, nuk e di pse, por mas i mojta Ramazanin vlerë, mu më hapin shumë dyrë. Edhe kjo, edhe Bleni Hoxh më pa të thanë, e tha, Linda moj men, edhe nuk e di meti që e fjallë mendje, tha, Linda moj men, tha, masi ta mojsh, tha, masi e ke nis, se më pyti, tha, ka dituru dikush a e ke nis vetë, jo, i tha, shumë veç vetë e kam nis, për që e fitim, e tha, moj men, tha, shumë dyrë kanë me të hapë, edhe vlerë shumë e vërtet, pasha Zotin e madh, i në hapë dyrë për sukses, për bashkëpunime, për punë, në media, do më thanë, më janë hapë shumë dyrë që mu ma përpara nuk janë ma hapë. Do shta, tash nuk mundem me thanë këtë pjesë, po ndoshta ishte koha e duhur. Apo kupton. Edhe nuk e di, unë kismet inshallah e kemi shëndetin, unë do e vazhdoj përsëri vite të tjera, pa deklaruar që unë nuk dal prej festime për momentin. Po. Ama jam shumë mirë kështu si jam, që mos mu kesh kuptuar edhe njerëzit, por Ramazani dhe Bajrami edhe feja muslimane janë pjesë e jetës time, sepse nuk kam thash pak më përpara, unë kam burrin musliman, fëmijët, familjarë të burrit këtë shoqënina kam muslimane. Ata që unë me dal edhe me i refuzu, jo kur për jetë. Shumë mirë. Linda, regjia më ka njoftuar që koha veç se na ka përfundu, unë u kënaqja jashtëzakonisht shumë me energjinë tonë. Kështu që të falenderoj, kismet shihem prapna. Falenderit vlera shumë për kohën që ishte në dispozicion, falenderit shumë për ftesën, edhe më vjen mirë shumë që kam i kolege si puna jote, që kam njoftë në kohën e studimeve, por që shoqëria jonë vazhdon edhe kur nuk i kena interesin e studimeve. Kështu që të falenderoj shumë edhe ty. Falenderit edhe ty. Mirupafshim në episodin e radhës.